Është votuar me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenim raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Në dokumentin e përgatitur nga raportuesi Andres Scheyter, vlerësohet progresi i vendit në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe theksohet rëndësia e reformave të mëtejshme për të garantuar një antarësim të qëndrueshëm dhe të suksesshëm. Nga Shkodra, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha e cilëson këtë zhvillim si një vlerësim të qartë të përparimit të qëndrueshëm dhe angazhimit të palëkundur të Shqipërisë drejt antarësimit në BE, edhe pse përpara vendin e presin shumë sfida. Për mua, dokumenti i dytë më i rëndësishëm pas atij të raportit të progresit publikuar me 5 nëntor vitit kaluar, kjo rezolut mbështetet në gjetjet e progres raportit, natyrisht ka analizuar edhe zhvillimet prej atëherë, por në thelb është reflektimi i raportit dhe gjetjeve të raportit të progresit. Siç e thatë me të drejtë, Shqipëria është në një proces negocimi, kemi shumë gjëra për të bërë, kemi shumë gjëra për të përmirësuar, por në thelb ajo rezolut vërteton edhe një herë rrugën e drejtë në të cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ju përmendet dy aspekte të veçanta, të cilët janë absolutisht të rëndësishëm. Ne kemi një fat të mirë në Shqipëri, që mbështetja politike dhe mbështetja shoqërore, mbështetja mbar kombëtare për procesin e ngrimit është më e larta në Evropë. Në rajon dhe më përfshirë krahasuar me vendet anëtare. Por kam përshtypjen dhe e kam thënë në intervistë të paracakove, ne duhet të përmirësojmë klimën e diskutimit, duhet të përmirësojmë mënyrën se si dialogojmë njëri me tjetrin, duhet të ulim zhurmën dhe të rrisim përmbajtjen, duhet të ulim konfrontimin dhe të rrisim dakordsinë, sepse në BE antarësohet e gjithë Shqipëria, antarësohet e gjithë klasa politike, antarësohet i gjithë vendi. Prandaj dhe impenjimi ynë duhet të jetë dhe kontributi i gjithë secilit duhet të jetë për të bërë më të mirën, për të ndërtuar dhe jo për të zhbërë. Lufta kundër korrupsionit, thot raporti, është thelbësore dhe duhet rezultat për hetimin dhe dënimin e rasteve të korrupsionit të niveleve të larta. Megjithatë, nënvizohet se Shqipëria duhet të kapërcej polarizimin e brendshëm politik dhe të përmirësoj kulturën politike. Shqipëria nuk ka absolutisht asnjë ngërç me asnjë vend, në asnjë fushë specifike, por natyrisht kemi shumë angazhime dhe detyrime për të plotësuar. Kjo është puna jonë, kjo është që po bëjmë për ditë me Komisionin Evropian, me vendet anëtare, kjo është që po bën ekipi negociator me kryenegociatorin, kjo është ajo që po bën Ministria për Evropën e Punëve të Jashtme dhe gjithë shërbimi i jashtëm, kjo është ajo që po bën gjithë qeveria shqiptare. Përpara studentëve të Luiç Gurakuçit, ku mori pjesë në takimin Bashkimi Evropian dhe ti Europa fillon këtu, ministri tha se procesi screening nxori në pas se Shqipëria ishte më e gatshme për antarësim se sa e kishin menduar edhe ata vetë. Nuk do ishte bërë hapja negociatave nëse nuk do kishin pasur shkallën e mjaftueshme të përgatitjes për të shkuar tek ushtrimi tjetër që është më i vështirë. Nuk do ishin hapur kapitujt që u hapën në një periudhë rekord, siç e dini, për 13 muaj. Me 13 tetor 2024 Shqipëria kishte 0 kapituj të hapur. Me 17 nëntor 2025, vetëm 13 muaj e 4 ditë më shumë, Shqipëria kishte 33 kapituj të hapur. Raporti vendos një theks të veçantë edhe tek reformat socioekonomike dhe përfitimet që duhet të kenë të gjitha segmentet e popullsisë.